إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pas falënderimit të Allahut të lartësuar dhe salavateve, lavdërimeve, bekimeve për njeriu më të mirë, të dashurin tonë, të dërguarin tonë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dëshiroj të falënderoj vëllezërit për këtë organizim të mirë, për këtë punë të bekuar, për këto mezhlise të hajrit, në të cilat mbledhin të rit dhe përpiqen që t'i orientojnë drejt rrugës së ahiretit. Padyshim që këto janë mezhliset më të mira në të cilat ne mlidhemi, me mezhlise në të cilat zbret mëshira e Allahut, na përfshin mëshira e Allahut të lartësuar, zbret qetësia në zemrat e atyre të cilët marrin pjesë në to, i lavdëron Allahu i lartësuar tek paria e lartë, tek melajket e tij. Pra, ata të cilët marrin pjesë në këto mezhlise kanë mirësi të shumta, sidomos kur ata të cilët marrin pjesë në këto mezhlise janë të rinj, të cilët janë e ardhmja e ummetit, janë shpresa e ummetit. Prej tyre pritet shumë që ata të mësojnë dritën e Kuranit dhe të Sunetit, të ecin në rrugën e Islamit, të ndriçojnë njerëzve rrugën e Allahut subhanahu wa taala. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tregonte interesim shumë të madh për të rit, për të mësuar atyre fen, për të edukuar ata me adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, për të mësuar ata se si të tregonin dashuri për Allahun dhe të fitonin dashurinë e Allahut, të bëheshin të dashur të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, ata që bartën pjesën më të madhe të dijes së profecisë dhe ja përcollën brezet të mëpasshëm, brezit vijues, qenë të rinj të sahabëve, si Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Anas ibn Malik, edhe Aisha radhiyallahu anha ka qenë e re në moshë në kohën e profetit, e cila ka transmetuar një pjesë të madhe të profecisë. Sahel ibn Sa'd, Abu Sa'id al-Khudri dhe të tjerë nga të rinj të sahabëve. Po të shohim hadithet, një pjesë të madhe të tyre kanë transmetuar këta sahabi, të cilët kanë qenë të rinj në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po të shohim dhe rivajetet në tefsir, e kështu me radhë. Kështu është kënaqësi për mua që takohem me ty këtu. Elus Allahun që këtë mezhlis ta vëj bekuar, më mundsoj që të jap disa orientime, të jap disa këshilla, të cilat do të na ndriçojnë në rrugën, do na mundsojnë që ne të tregojmë dashuri për Allahun, që ne të afrohemi tek Allahu, që ne të bëhemi të dashur të Allahut subhanahu wa taala. Ka treguar Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, i cili gjithashtu ka qenë një nga të rinjtë sahabëve. Ka qenë 18 vjeç kur erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe ka ndruar një jetë i ri. Por ka qenë dietar, ka qenë hafiz i Kuranit, ka pas domethënë shumë bereqete dhe mirësi. Pra Muadhi ka treguar se një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam
ka ardhur për faljen e namazit me vonesë në xhami, gati sa s'po lindte dielli. Vjen profeti sallallahu alaihi wasallam, me njëherë u thirri kameti, filloi të falte namazin si imam, e mbaroi namazin shkurt, jo si zakonisht gjatë. Me të dhënë selam, u tha sahabëve qëndroni në rreshtat tuaj. Edhe u kthye me fytyrë nga shokët e tij, nga muslimanët, edhe u tha, do t'u tregoj arsyen pse kam ardhur me vonesë sot. U çova natën, thot, mora abdes, si zakonisht profeti çoi dhe falte namaz natë. Mora abdes dhe fillova të falja namaz. Dhe gjatë namazit më kapi një përgjumje. Pastaj thot, më zuri gjumi thellë. Edhe mu shfaq Allahu i lartësuar në formën më të bukur. Qala fa atani rabbi fi ahsani surati. Fa qala ya Muhammad fima yahtasimu al-mala'u al-a'la. O Muhammad, më trego për çfarë diskutojnë me lajket që janë më të afruar tek Allahu. Thash la edri, thash nuk e di. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, më vendosi dorën e tij midis dy shpatullave. Edhe kam ndjej thot freskin e majave të gështrive të tij në gjoksin tim, në zemrën time. Kjo tregon se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bekuar profetin me dituri, me mirësi dhe i ka mësuar në këtë moment gjëra që nuk i dinte më përpara. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe mësova gjithçka që dëshiroi Allahu i lartësuar t'ia mësonte, sidomos ato për cilat flisin me lajket më të nderuar tek Allahu i lartësuar. Pastaj Allahu ma bëri përsëri pyetjen, për çfarë diskutojnë me lajket që janë më të afruar tek Allahu? Thash, për veprat që shlyjnë mëkatet dhe që të ngrejnë në grada të larta tek Allahu i lartësuar. Më tha, cilat janë ato? Thash, meshul aqdami ila al-jamaati وانتظار والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات. Thash, rreth ecjes së njerëzve për xhami. Qëndrimi në xhami pas faljes së namazit farz dhe marrjes abdes në mënyrë të plotë, të përsosur, edhe kur njeriu has vështirësi, edhe kur uji është i ftohtë. Nuk ka dyshim që namazi ka një rëndësi shumë të madhe. Namazi është vepra më e dashur tek Allahu. Është vepra më e mirë. Namazi në kohën e vet është vepra më e dashur për Allahun. Namazi është vepra e parë për cilën do na marrë Allahu lartësuar llogari ditën e gjykimit. Namazi është tylla e fesë. Dhe përderisa namazi është vepra më e mirë, është vepra më e dashur tek Allahu, dhe dihet që ne jemi krijuar të adhurojmë Allahun, atëherë ne jemi krijuar të falim namaz. Prandaj namazi duhet t'i japim rëndësi të madhe. Një musliman i mirë që kërkon dashurinë e Allahut, kërkon të afrohet tek Allahu, t'i falën mëkatet, e të ketë gradë lart tek Allahu i lartësuar, tregon vëmendje të madhe për namazin. I jep rëndësi namazit para të gjitha punëve tjera, para të gjitha çështjeve tjera. Prandaj gjithashtu të tregojmë interesim dhe për namazin me xhamat. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka përmendur ca çështje që lidhen me namazin me xhamat. Ecja për xhami, ka mirësi shumë të madhe, hapat për xhami. Ecja në përherësie për xhami është dritë në ditën e gjykimit. Për çdo hap që bën kur ecën për xhami, Allahu lartësuar të ngrejë një gradë. Allahu subhanahu wa taala ta fshin një mëkat dhe ta jep një mirësi, siç janë disa hadithe, plus një thënie të Abdullah ibn Mes'udit radhiyallahu anhu. Dhe qëndrimi në xhami, kur kemi kohë të lirë, kur kemi angazhime, kemi punë, jemi me studime, atë është tjetër, alhamdulillah, bëjmë jetë mirë që shpërbejmë tek Allahu i lartësuar. Po kemi kohë të lirë. Vendi më i mirë ku ne mund të rrimë xhamia. Dhe nëse do të qëndrojmë në xhami, na shlyhen mëkatet. Qëndrojmë në xhami, me lajket bëjnë lutje për ne, sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në xhami ne mund të bëjmë mezhise të mira. Dhe abdesin, ta marrim abdesin mirë në mënyrë të përsosur, qoftë edhe kur kemi vështirësi, qoftë edhe kur uji është i ftohtë. Po kjo nuk do të thotë që muslimani të synojë që të marrë abdes me ujë të ftohtë dhe në vështirësi. Qëllimi është kur nuk ke mundësi tjetër, vetë se të marrësh abdes me ujë të ftohtë, të marrësh abdes në mënyrë të plotë, që të arrisësh këto mirësi që përmendën këtë hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha, po përveç këtyre për çfarë?
për të dhënë ushqim të varfërve, për të folur mirë, për të komunikuar butë, dhe për të falur namaz gjatë natës. Pastaj Allahu i lartësuar i tha: "Më bëj lutje, kërko diçka." Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Allahumma inni es'aluka fi'la al-khairat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin wa an taghfir li wa tarhamani." O Allah, të lutem të ma mundësosh që të bëj vepra të mira, që t'i lë veprat e këqija, që të kem dashuri për njerëzit e varfër. Ma mundësoj që të bëj vepra të mira. Allahu i lartësuar na e bën bardh bën vepra të mira. Allahu na udhëzon. Allahu na ndihmon. Dhe Allahu na mundson që të bëjmë tobe, që të heqim dorë nga veprat e këqija. Prandaj kemi nevojë që t'i lutemi Allahut për vendosmëri në fe. Se nëse Allahu s'na bën vendosur në fe, njeriu mund të lëkundet. Ka njerëz që kanë pas fal namaz e kanë lënë namazin. Ka njerëz që kanë rrit dyshimet në fe. Ka të rinj që bien gjunahe. Ka të reja që heqen shamin, Zoti na ruaj. Ndonë se mund të jenë pakis, po ekzistojnë probleme të tilla. Atëherë ne kemi nevojë që t'i lutemi Allahut, t'i kushtohemi fesë, t'i kushtohemi adhurimit për Allahun subhanahu wa taala, që Allahu na jap vendosmëri në fe. Dhe pastaj thotë që të kemi dashuri për të varfërit. Pse ka veçuar këtu të varfërit? Sepse të varfërit, duke qenë se s'kan pasuri, nuk kanë dynjalluk. Ai që ka dashuri për ta, e ka dashurinë për hir të Zotit, nuk e ka për interes. Dhe kjo kërkohet prej nesh, që ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala, ti duam njerëzit e mirë, ti duam sinqertë, ti duam evliat e Allahut subhanahu wa taala. Wa taghfir li wa tarhamani, dhe që të më falësh gjunahet, dhe të më mëshirosh. Më falësh gjunahet sepse gjunahet sjellin të këqijat, sjellin pasojat, sjellin dënime. Dhe nëse të falë Allahu i lartësuar shpëton nga të këqijat, shpëton nga sprovat, shpëton nga dënimet, dhe të më mëshirosh, pra të më japësh mirësinë dynjë dhe mirësinë në ahiret. Wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun. Dhe nëse ti dëshiron që ti sprovosh robët e tu, ma merr shpirtin të pasprovuar. Mund të jetë sprova në fe, njeriu devion fenë e Zotit, i hyn dyshimet, apo ka një rrugë bidati, ose bien gjunahe, fillon bën gjunahe të mëdha. Po mund të jetë edhe në një sprovë, në shnet, në familje, në pasuri e kështu me radhë. Më ruaj nga sprovat. Edhe nëse bie në një sprovë, me shpirtin të pasprovuar. Pastaj tha: Allahumma inni es'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. O Allah, të lutem, ma mundsoj që të kem dashuri për ty dhe të arrij dashurinë tënde, të jemi dashur tek ti. Dhe të kem dashuri për ata që të duan ty. Dhe të kem dashuri për ato vepra të cilat më afrojnë tek ty. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kjo është ëndër e vërtetë. Prandaj mësojeni atë dhe punoni me të. Vëllezër, dashuria për Allahun është baza e adhurimit. Adhurimi ka dy shtylla, dashuri dhe përulje. Nuk është vetëm dashuri, është edhe përulje. Sepse ka njerëz që thonë vetëm dashuri. S'falen namaz, s'bëjnë vepra të mira, s'ruhen nga të këqijat, është edhe dashuri edhe përulje. Ky është adhurimi. Por shtylla kryesore e adhurimit është dashuria për Allah. Dashuria është ajo që e vën lëvizje robin, që të falë namaz, kryej veprat e mira, të ruhet nga të këqijat, sakrifikoj për fenë, të flijoj dëshirat e këqija që bjen kundërshtim atë që do Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ne duhet ta kultivojmë dashurinë për Allahun. Allahu thotë në Kur'an: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Besimtarët kanë më tepër dashuri për Allahun subhanahu wa taala. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith që kush i ka tre cilësi, ai do të gjejë ëmbëlsinë e imanit, do të bëhet besimtar i mirë dhe i përsosur. Dhe njëra prej tyre është en yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, që Allahu dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur për të se gjithçka tjetër. Pra, e do Allahun, e do të dërguarin e Zotit dhe dashuria për Allahun e bën atë që t'jap përparësi urdhrave të Zotit, të respektojë ligjet e Allahut dhe të mos i përgjigjet askujt në kundërshtim me urdhrat e Allahut, kundërshtim me ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Dashuria për Allahun dhe për dërguarin e Zotit e bën që të jetë rob i Zotit, që t'i nështrohet Allahut, t'i përulet Zotit, pranoj gjitha njohurit dhe lajmet që vijnë nga Allahu dhe që vijnë nga i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, duke qenë se dashuria për Allahun është baza e adhurimit dhe
ata që tregojnë dashuri për Allahun, arrin mirësitë më dha në dynjë dhe në ahiret. Pa ata bën dhe dashurit e Zotit, bën evliat e Allahut të lartësuar. Unë do t'i përmend 10 shkaqe të cilat me të cilat njeriu tregon dashuri për Allahun dhe fiton gjithashtu dhe dashurinë e Zotit, bëhet evlia i dashur i Allahut, mik i Zotit subhanahu wa taala. Këto shkaqe i ka përmbledhur Ibnul Qayyim, Allahu më shëroft, në librin Madarijus Salikin. Shkaku i parë është këndimi i Kuranit me vëmendje, duke menduar mbi ajetet e tij, që të kuptojmë ajetet e Kuranit. Libri i Zotit është besa e Allahut subhanahu wa taala, është porosia e Allahut, është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Libri i Allahut është drita që ka shpallur Allahu subhanahu wa taala, është shpirt për ne, është jetë për ne, është gjallëri për ne, është udhërfyesi ynë. Këto janë përshkrime që Allahu lartësuar ja ka bërë këtij libri në Kur'an. Është libri i lavdishëm, libër i nderuar, kerim. Kështu që duhet të japim rëndësi librit të Zotit. Ne s'mund të afrohemi tek Allahu me diçka më mirë se sa ajo që ka dalë prej tij, që buron nga ai. Dhe ky libër buron nga Allahu subhanahu wa taala. Ndaj të japim rëndësi këtij libri, ta këndojmë dhe të përpiqemi ta kuptojmë Kur'anin dhe të punojmë me Kur'anin. Këndojmë, lexojmë dhe përkthimin, lexojmë dhe komentin, ose ndjekim dhe mësime, në mënyrë që ne të mund të kuptojmë librin e Zotit subhanahu wa taala. Allahu e ka zbritur këtë libër që ne të mendojmë mbi ajetet e tij. Allahu i lartësuar e ka zbritur këtë libër që të ngjall zemrat tona, që ndriçojë mendjet tona, na rrëfej rrugën e drejtë. Ndaj Allahu thotë në Kur'an, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Ky është një libër që ne ta zbritëm të bekuar me shumë mirësi, që njerëzit mendojnë mbi ajetet e tij. Një nga cilësitë e hipokritëve është se ata nuk mendojnë mbi ajetet e Kur'anit. Zemrat e tyre janë të kyçura. E fela yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ky libër është shërim. Është shërim për dyshimet. Dyshimet kohën tonë janë të shumta. Është shërim. Nëse ne do të përpiqemi ta kuptojmë, do gjejmë në Kur'an argument për çdo çështje. Do gjejmë në Kur'an përgjigje për çdo lloj dyshimi që mund të hedhin kundërshtarët. Është shërim edhe për smundjet shpirtërore. Është, domethënë, na shëron, domethënë, edhe nga dëshirat e këqija, të cilat e shtyn njeriu që të bjerë në gjunahe. Me këtë libër qetësohen zemrat. Ndaj të japim rëndësi librit të Zotit. Ky shkaku i parë. Duhet që ne të përmirësojmë raportin me librin e Allahut. Tashmë pas Ramazanit shumë musliman e harrojnë librin e Zotit. E besojnë, nuk diskutohet. Po nuk merren më me Kur'anin. Nuk është e thënë që pas Ramazanit ne të këndojmë aq Kur'an sa kemi kënduar në Ramazan. Po nuk do ta shkëpusim lidhje me librin e Zotit. Kemi një program ditor. Profeti na ka këshilluar që të këndojmë një xhuz ditë dhe natë. Një xhuz Kur'an 24 orë. Kështu e ka këshilluar një prej të rit, kështu e ka këshilluar një nga të rit e sahabëve. Këshilluar Abdullah ibn Amr ibn Asin. Po sahabë ka pas për tyre që këndonin një hatme në javë. 4 xhuza e diçka këndonin çdo natë. Po ne të paktën këndojmë një faqe Kur'an, shoqëruar me komente. Ky është propozimi im. Një faqe, nuk është shumë. Ose 5 faqe. Po më mirë pak. Se sa me fillu me shumë. Për shembull, 10 ditë njëri këndon 2-3 xhuza, apo 5 xhuza. Pastaj le krejt. Më mirë çdo ditë një faqe. Një faqe mund ta këndosh për 5 minuta, nëse këndon ngadalë për 10 minuta. Dhe të këndosh edhe shpjegimin ose komentin në shqip. Dhe të përpiqesh ta kuptosh, ndikohesh. Kur flet për shembull për emrat e Zotit, për cilësitë e Allahut, për xhenetin, për xhehenemin, njohurim mbi krijimin, kur na flet për tregimet e profetëve, kur na flet për namazin, për adhurimin, për urtësinë e krijimit, për respektin për prindërit, për vllazërinë islame, për familje, për nderin, për moralin. Të përpiqemi pra që ndikohemi kur lexojmë librin e Zotit. Dhe të jeni sigurt, nëse ne do të kemi raport të mirë me Kur'anin, ne do të fiksojmë argumentet e Kur'anit. Edhe kur flas për shembull për ringjalljen, argumentet e ringjalljes, kujtohet shumë mirë argumentet e ringjalljes. Kur flas për urtësitë e Zotit, pse ekziston e mira, pse ekziston e keqja, pse kjo, pse ajo, Do të gjejmë argumentet në Kur'an.
Shkaku i dytë është kryerja e veprave nafile pas farzeve. Pikë pari duhet që të tregojmë respekt madh për farzet. I kryejmë mirë farzet, dhe të ruajmë nga gjunahet, pastaj të bëjmë sa më shumë vepra nafile. Profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, që është hadith qudsi, na ka treguar se si njeriu bëhet i dashur i Allahut, se si bëhet evlia i Allahut i lartësuar. Allahu i lartësuar thotë: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh." Robi nuk mund të afrohet tek unë me diçka që unë e dua më shumë se sa vepra që është detyrë. Vepra që Allahu i lartësuar ka bërë farz. Kështu që e para gjë për të bërë evlia, për të bërë i dashur i Allahut, është që të kryejmë mirë farzet. Të tregojmë kujdes të madh me të falur namazin kohën e vet. Të respektojmë prindërit, të jemi të drejtë, të jemi të sinqertë, të respektojmë drejtat, drejtën e prindërit, drejtën e parafisit, drejtën e komshiut, drejtën e fisit, drejtën e punëtorit, drejtësia është detyrë. Pra duhet që t'i zbatojmë mirë detyrat e fesë. Duhet të ruajmë nga gjunahet, sidomos nga gjunahet e mëdha, edhe nga gjunahet e vogla, se gjunahet e vogla çojket më dhat. Ti kryejmë mirë detyrat e fesë, të ruajmë nga gjunahet. Kjo është shkalla e parë për të bërë dashur e Allahut. Shkalla e dytë që na afron më shumë tek Allahu është veprat nafile. Ka besimtarë që pas muajit Ramazanit e harrojnë veprat nafile, s'falin mos sunetet. Sunetet para dhe pas fardhëve. Se falin namazin e vitrit ose falin vallë, s'bëjnë dhikr. Duhet që kemi një program dhe të bërit të veprave që janë sunete, që janë nafile. Për shumë, të paktën t'i falim sunetet rregullisht. Sa ai që i fal sunetet rregullisht ka disa mirësi. E para herë do të jetë më i kujdesshëm në faljen e farzit. E dyta, do nëpërmjet suneteve plotësohen mangësitë e farzave ditën e gjykimit. E treta, arrin mirësi dhe shpërblim madh tek Allahu subhanahu wa taala. 12 sunetet falën shumë kollaj. Lehet. Nuk se me ngarku veten shumë, po të paktën 12 sunetet me e bë program. Mos me i lënë. Dhe nëse të kalojnë ndonjëherë sunetet me i zëvendësu, kjo është sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe namazin e vitrit, minimumi 3 rekate mos me i lënë. I fal para gjumit. Po me i fal rregullisht. Dhe nëse të kalojnë ndonjëherë, se mund të kalojnë gjumi, lodhja, smur, ndonjë angazhim, ndonjë punë, ndonjëherë mund të kalojnë. Sipas sunetit profetit me i zëvendësu para dite. 3 rekate i zëvendëson 4 rekate para dite. Mos me i lënë, mos me na kalu kjo. Pra të bëjmë dhe vepra nafile që na afrojnë tek Allahu i lartësuar. Pak vazhdueshëm dhe në mënyrë cilësore. Dhe pastaj nëse njeriu bëhet i dashur i Allahut, do ketë mirësi të shumta. Allahu i lartësuar do të bëhet të shikuarit e tij, të dëgjuarit e tij, dora e tij dhe këmba e tij, me shkuptim. Allahu jep sukses, Allahu jep mbarësi. Allahu ja lehtëson çështjet, Allahu e ndihmon që të plotësoj qëllimin, që të arrijë objektivin. Do t'i arrijë çështjet me lehtësi shumë të madhe, si diçka që e shikon me sy, diçka që e dëgjon me vesh, diçka që e merr me dorë. Gjithë njerëzit kërkojnë që të kenë mbarësi, të kenë sukses. Ka edhe që lodhen me muhabetet kota me besimet këqija, sepse nuk e njohin të vërtetën. Ne na ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam rrugën. Bëhemi dashur të Allahut, arrijmë mirësitë e dynjës dhe të ahiretit. Lumturi, sukses, mërësi. Shpëtojmë nga të këqijat dhe nga të ligat. Allahu i lartësuar do të jetë shikuar, të dëgjuar, dora dhe këmba jote. Jo me kuptimin që Allahu është i bashkuar me rob, se Allahu i lartësuar është mbi krijesat, ai është lartësi. Por me kuptimin që Allahu jep mbarësi, ndihmon, jep sukses. Dhe Allahu i lartësuar pranon lutjet të dashurit të tij, siç e ka thënë në fundin e hadithit, nëse do të më kërkoj diçka, unë do t'ja jap. Nëse do të më kërkoj mbrojtje, unë do ta mbroj, do ta ruaj, do të kujdesem për të. Dhe shkaku i tretë është përmendim Allahun në vazhdimsi. Përmendim Allahun me gojë, po duke e kuptuar atë që e thua me zemër. Po edhe veprat, shumë këndimi Kuranit, është dhikri më i mirë, edhe namazi, dhikri Allahut subhanahu wa taala namaz. Por edhe duhet të zhvillojmë dhe gjendje shpirtërore, dashuria për Allahun, frika prej Zotit, shpresa tek Allahu, ta lidhim zemrën gjithmonë me Allahun. Kush e do Allahun e përmend atë. Edhe në jetën e përditshme ne e kuptojmë diçka të tillë, kur njeriu e do dikë shumë e përmend shpesh. Kështu që themi, kush e do Zotin,
e përmend Allahun. E përmend Allahun në vazhdimsi. Sa më shumë që njeriu përmend Allahun, aq më shumë e do Zotin. Dhe pjesa që ka njeriu ke dashuria e Zotit është në raport, është domethënë në përpjestim me dhikrin që bën. Sa më shumë dhikr, aq më shumë dashuri tregon për Allahun subhanahu wa taala. Me dhikrin e Allahut ngjallim zemrën, mathalul mu'min alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit. Shembulli besimtarit që e përmend Zotin e tij dhe atij që nuk e përmend Zotin e tij është si i gjalli me të vdekurit. Dhikri për besimtarin është si uji për peshkun. Peshku pa ujë është ngort. Dhe besimtari pa dhikr dhe zemra e tij korruptohet, prishet zemra e tij. Me dhikrin e Allahut qetësohen zemrat. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Shpëtojmë nga streset, nga shqetësimet, nga gjendjet depresive, nga telashet, nga shqetësimet. Kush përmend Allahun vetvete, ulet, bën dhikr Zotit, mëngjes, mbrëmje kur vjen për fjetur gjumë, kur çohet nga gjumi, raste dhe gjendje ndryshme pas namazeve, Allahu do ta përmend veten e tij. Kështu thot një hadith qudsi. Kush e përmend Allahun në një grup mezhlis, për shembull ky mezhlis i jemi ne, po tulem mezhlisin e xhairit, këshillojmë njëri tjetrin, mësojmë, këndojmë Kur'an. Allahu do ta përmendë një mezhlis më të mirë. Kështu thot hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Shkaku i katërt, i japim përparësi asaj që do Allahu kundrejt dëshirës vetjavë. Ne Allahu na ka sjellë në këtë botë dhe na ka vënë në provë. Allahu çka kërkon për ne, kërkon adhurimin. Kërkon për ne që t'i bindemi. Kërkon për ne që zbatojmë urdhat e tij. Po Allahu subhanahu wa taala ka vënë në sprov njeriu në këtë botë dhe me gjëra që i pëlqen nefsi, po që janë të ndaluara. Mund të ketë një dëshirë që bie ndesh me diçka për cilën ka urdhëruar Allahu, ose me i li Zotit subhanahu wa taala. Atëherë për treguar dashuri për Allahun, çfarë duhet me bë? Duhet që këtë dëshirë që bie në kundërshtim, jo çdo dëshirë. Nuk kërkon Islami që ne të flijojmë çdo dëshirë, të zhvishemi nga natyra. Po ajo që kërkon është që ne të mposhtim dëshirat që bien në kundërshtim me urdhat e Zotit. Të mposhtim ato dëshirat e ligat të cilat janë kundërshtim me ato që do Zoti, me ato që pëlqen Allahu subhanahu wa taala. Ne jemi në provë, në qoftë se njeriu nuk flijon asnjë dëshirë për hir të Zotit, nuk është adhuruesi i Zotit. Po çfarë? Është adhuruesi i vetvetes, i nefsit. Ose është adhuruesi i shejtanit, ose adhuruesi i robit. Po nuk është adhuruesi i Allahut. Ai që tregon dashuri për Zotin, që tregon robëri ndaj Zotit, flijon dëshirat që bien kundërshtim me urdhat dhe ligjet e Allahut të lartësuar. Imposht. Ndaj vëllezër duhet përgatitemi. Duhet frenojmë dëshirat, duhet imposhtim dëshirat dhe tregojmë dashuri për Allahun. Të bindemi Allahut. Prandaj dhe ligjërimi që i mëson muslimanët që të mos i vënë frerë dëshirës. Bën çfarë dush. Si dush, interpretoje fen si duash, mos i gjërmi sa. Kundërshtim me Kur'anin, me Sunetin, me rrugën e të parëve të ummetit. Ne jemi rob Zotit. Ne duhet të tregojmë dashuri për Allahun. Si e vuajnë provë Allahu subhanahu wa taala Ibrahimin alayhi salatu wassalam, që tregonte dashuri për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kështu Allahu lartësuar ne na vën provë. Prandaj Allahu lartësuar thotë në Kur'an: "Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Sa i përket atij që ka frikë qëndrimin para Zotit të tij në ditën e gjykimit dhe e frenon dëshirën e nefsit, xheneti do të jetë përfundimi i tij. Në qoftë se për shembull ndodh që prindi kërkon për ne diçka që bie kundërshtim me fenë e Zotit, do të japim paraqimin e Allahut. Fëmia nuk kërkojnë diçka që kundërshtim me fenë e Allahut. Shoku, i njëri i fisit, do të japim paraqimin asaj që do Allahu dhe i dërguari i tij. قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Në mënyrë të përmbledhur, në këtë ajet Allahu i Lartësuar i ka paralajmëruar për ndëshkim ata njerëz që kanë përparësi dashurinë për diçka tjetër përveç asaj që do Allahu dhe i dërguari i tij. Duhet që ne të kemi përparësi kënaqësinë e Zotit. Punojmë për të arritur kënaqësinë e Allahut. Nëse ne arrijmë kënaqësinë e Allahut, ne jemi të fituar.
Veprat i kryejmë fitojmë kënaqësinë e Allahut të lartësuar, qoftë edhe nëse zemrohen njerëzit. Kush kërkon të kënaqë Allahun, qoftë edhe nëse zemrohen njerëzit, Allahu kënaqet me të. Dhe do të bëjë Allahu që dhe njerëzit kënaqen me të. Nga ana tjetër, kush zemron Allahun duke u përpjekur të kënaqë njerëzit, çfarë do ndodh? Allahu do zemrohet me të dhe do të bëjë që dhe njerëzit zemrohen me të. Dikush është përpjekur që kënaqë njerëzit, orbita e tij, objektivi i tij është që të kënaqë njerëzit. Jeton për njerëzit. U bën qefin njerëzve, u serviloset njerëzve. Çfarë ndodh me këtë njeri? Ky bie nga sytë e Allahut të lartësuar. Allahu zemrohet me të. Allahu ka zemrat e njerëzve në dorë, Allahu ka gjithësinë në dorë. Dhe Allahu do të bëjë që njerëzit të zemrohen me këtë njeri. Kjo është pasoja, siç e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith. Ndaj duhet që Allahu të jetë më i dashur për ne se gjithçka tjetër. Profetin e duan më shumë se çdo njeri. E duan profet, duhet ta duan profetin më shumë se sa vetët tona, prindrit tonë, të afërmit tonë. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, pasha atë që ka në dorë shpirtin tim, askush për ju nuk bëhet besimtar i përsosur, derisa unë tim më i dashur për ta, se prindi i tij, fëmia e tij dhe se gjithë njerëzit. Umar radhiyallahu anhu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, pasha Allahut, të dua ty më shumë se çdo kënd tjetër përveç vetes time. Isa profeti jo Umar, akoma s'ka arritur të bëhet besimtar i mirë dhe i përsosur. Atëherë Umeri tha, o i dërguari i Allahut, ti për mua je më i dashur se çdo kush, përfshi dhe veten time. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, el-ana ya Umar, tani Umar, ti arritë të bëhesh besimtar i përsosur. Kështu që duhet të përgatitemi të flijojmë dëshirat vetjake kur bjen kundërshtim me Kur'anin dhe me Sunetin, me urdhat e Zotit, me ligjet e Allahut të lartësuar. Po nëse njeriu nuk e kundërshton dëshirën e nefsit, ja lëshon frerin nefsit, edhe lëshohet, kundërshton urdhat, kundërshton ligjet, bien gjunahe, bien harame. Ky njeri është adhuruesi i nefsit, i tekave, i vetvetes. Prandaj Allahu ka thënë në Kur'an, fa in lam yastajibu lak, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Nëse ata nuk të përgjigjen ty, dije se ata ndjekin dëshirat e tyre. Faktori ose shkaku i pestë është njohja e emrave të Allahut, emrave të bukur të Allahut dhe cilësive të tij të larta. Përpiqesh të njohësh emrat e Zotit, njohësh atributet e Allahut, ti kuptosh mirë dhe të adhurosh Allahun subhanahu wa taala sipas emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të larta. Allahu thotë në Kur'an, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Allahu ka emra të bukur, prandaj luteni atë me to. Kush e njeh Zotin do ta dojë atë. Kush e njeh Zotin do ta dojë atë. Njohja e Zotit është mënyrë, është rrugë që ne tregojmë dashuri për ta. Prandaj duhet të njohim emrat e Zotit në mënyrë që të arrijmë ta njohim Allahun subhanahu wa taala. Allahu na ka bërë të njohur veten përmes emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të larta. E njohim që Allahu i lartësuar është i gjallë, i pavdekshëm, i përjetshëm, mbikëqyrësi i gjithësisë, el hayyu el qayyum. Ai është i pari pa fillim, el awwal. I fundit pa mbarim, el akhir. Ai është i gjithdijshëm, e di gjithçka, me diturinë e tij ka krijuar krijesat. Do të thonë ka ditur gjithçka dhe ka krijuar sipas dijes së tij. Ai është i gjithfuqishëm. Sigur të mblidhej fuqia e gjithë krijesave. Ajo është fare pak kundrejt fuqisë së Allahut të lartësuar. Allahu subhanahu wa taala është më i ditur, sikur mblidhet dituria e gjitha krijesave. Është fare pak kundrejt dijes së krijuesit subhanahu wa taala. Allahu është më i bukuri, sikur të mblidhet bukuria e gjitha krijesave. Ajo nuk është kundrejt bukurisë së Allahut të lartësuar as sa drita e qeriut kundrejt shkëlqimit të diellit. Këto janë fjalë që ka shpjeguar Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft. Prandaj dhe njerëzit kur shohin Allahun e lartësuar në xhenet, besimtarët kur shohin Allahun e lartësuar në xhenet, do mrekullohen, do mahniten, sepse do shohin krijuesin, do shohin bukurinë e tij.
Dhe kur të shohin Allahun subhanahu wa taala nuk do të shkojnë mendja për asnjë kënaqësi të tjetër të xhenetit. Për sa kohë që shohin Allahun subhanahu wa taala, sikur se sillet një hadith saktë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Jo mëshirën e Zotit. Të gjitha mirësitë janë rrjedhimi i mëshirës së Allahut të lartësuar, edhe rrezet e diellit, edhe rreshet e shiut, dhe burimet e ushqimit dhe të pijes, edhe shneti, edhe familja, edhe fëmia. Edhe zbritja e Kuranit është mëshirë nga Allahu i lartësuar. Madje është gjurma, rrjedhimi më i madh i mëshirës së Allahut të lartësuar. Edhe feja islame, dërgimi i profetit sallallahu alaihi wasallam, udhëzimi në rrugën e drejtë. Kemi shumë mirësi të Allahut. Ato janë rrjedhim i mëshirës së Allahut të lartësuar. Pra ta njohim që Allahu është i gjithë mëshirshëm, ai është mëshirues. Kërkojmë mëshirën e Allahut, kërkojmë që të përfshihemi në mëshirën e Allahut të lartësuar. Ta njohim që Allah është at-Tawwab, është vendim pranues, ai pranon tauben. Ai na e bën barë që të bëjmë tauba. Dhe ai na e pranon tauben. Ai gëzohet me tauben. Ndaj të bëjmë tauba, të heqim dorë nga gjunahet, bëjmë kthesë. Allah është mëkatfalës. Ai do që me fal. Ghafur. Ndaj kërkojmë falje Allahut. Heqim dorë nga gjunahet. Allahu i lartësuar është Ar-Razzaq. Ai është gjithë furnizuesi. Ai jep mjetet e jetesës. Gjithësinë e ka dorë Allah. Jetesën gjitha gjallësave o jep Allahu i lartësuar. Prandaj besimtari duke pas siguri tek premtimi i Allahut që ai jep mjetet e jetesës, nuk ka frikë për të ardhmen. Nuk ka frikë për mjetet e jetesës. Se ai e di që Allahu i lartësuar mban gjallësat në tokë. Allahu mban shpendët në ajër. Ai furnizon gjitha gjallësat. Dhe s'kemi frikë ne për burimet e ushqimit dhe të pijes, për të ardhmen. Sigurisht që besimtari do bëj shkaqe, do përpiqet. Sepse kështu na ka mësuar Kurani, kështu na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Por pa u bërë, pa u shqetësuar, pa pas frikë. Dhe duke pas siguri tek ai që është Ar-Razzaq, që është furnizuesi, përdhuruesi i mjeteve të jetesës. Ai përmend disa emra të bukur të Allahut të lartësuar, disa atribute të Allahut subhanahu wa taala, por ne të përpiqemi që ta njohim këtë temë. Jo emrat e bukur të Allahut, jo atributet e tij, se kush e njeh Zotin, do ta dojë Allahun subhanahu wa taala. Faktori i 6, njohim mirësitë e Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar është bamirësi më i madh. Ai na i ka bërë gjitha mirësitë. Çdo të mirë në fakt e kemi nga Allahu subhanahu wa taala. Uma bikum min ni'mati fa min Allah. Çdo të mirë e keni nga Allahu. Kjo thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. A nuk e shihni thot Allahu i lartësuar se Allahu ka nënshtruar ndaj jush gjithçka në qiell dhe në tokë. Dhe u ka përfshirë në mirësitë e tij të dukshme dhe të padukshme. Allahu për ne ka krijuar diellin rrezet e tij, pa cilat s'ka jetë. Për ne lëshon rreshet e shiut, pa cilat gjithashtu nuk ka jetë. Se gjitha burimet ujore në tokë furnizohen nga rreshet e shiut. Pa to nuk ka jetë, s'ka gjelbrim, s'ka pemë, s'ka bimësi, çdo kishte gjallësa. Allahu ka krijuar për ne burimet e ushqimit dhe të pijes. Allahu na ka krijuar formën më të bukur. Krijesa më e bukur e Allahut kush është? Është njeriu. Allahu na ka nderuar, na ka bërë mirësi të mëdha. Na ka zgjedhur Allahu mes krijesave të tjera. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Që mirësitë që ka bërë Allahu janë shumë. Ne nuk e numërojmë dot, siç ka përmendur Allahu në lartësuar në Kur'an. Po cila është mirësia më e madhe që na ka bërë Allahu? Është zbritja e Kur'anit. Është Islami. Është udhëzimi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është mirësia më e madhe që na ka bërë Allahu. Dhe kjo mirësi duhet na gëzojë më shumë se çdo mirësi tjetër. Më shumë se mirësia e shnetit, familjes, fëmijës, jetesës, edhe pse këto janë mirësi të shumta, dhe për këto ne duhet të falenderojmë patjetër Allahun. E kemi detyrë ta falenderojmë Zotin. Por mirësia më e madhe që na ka bërë Allahu është zbritja e Kuranit, me cilën kemi njohur të vërtetën. Kemi njohur Zotin, kemi njohur fenë e tij, kemi njohur qëllimin e krijimit, kemi njohur përfundimin tonë, kemi njohur se ka xhenet, ka xhehenem, ka ditë llogarie, do dalim para Allahut subhanahu wa taala. Kemi njohur rrugën e Zotit. Kjo mirësia më e madhe që na ka bërë Allahu. Prandaj thot Allahu në Kur'an: "Qul bi fadlillah wa bi rahmeti fa bi dhalika falyafrahu." Thuaj me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e tij le të gëzohen.
Kjo është më e mirë se sa kënaqësitë e kësaj bote, të cilat i mbledhin njerëzit. Njeriu është krijuar me natyrë që ta dojë atë që i bën mirë. Nëse dikush bën mirë, për nga natyra e do. Allahu në ka bërë gjitha mirësitë. Që nëse do të njohim mirësitë e Zotit, nëse do i përmendim mirësitë e Zotit, kjo do të na shtyjë që ne ta duam Allahun. Njerëzit që s'vin xhami, njerëzit që nuk e njohin Zotin, s'njohin punët e Zotit, nuk njohin urtësitë e Tij, nuk i njohin mirësitë e Tij, çfarë ndodh me ta? Ata flasin vetëm për njëri tjetrin, për shkencën, të arritjet e shkencës, arritjet e mjekësisë, arritjet e njerëzve, deri që na ka bë ky, që na ka bë ai. Kur nuk përmendin mirësitë e Zotit. Madje i mohojnë mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Ne tani çfarë i shohim ndryshe? Ne nuk i mohojmë arritjet e shkencës, as arritjet e mjekësisë. Ne nuk mohojmë të mirat që bëjnë njerëzit, përkundrazi ne i vlerësojmë njerëzit për të mirat dhe nderat që bëjnë. Po almo ne njohim bamirësin më të madh. Dhe ne duhet ta përmendim bamirësin më të madh. Ne duhet i përmendim mirësitë e Tij. Dhe ka nevojë që ne të flasim njerëzve me të gjuhë. Që të kujtojmë mirësitë e Zotit. Se po i njohim mirësitë e Zotit, po i kujtojmë mirësitë e Zotit, ata do ta duan Allahun. Ata do ta falenderojnë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë. Faktori i 7 është përulja para Allahut subhanahu wa taala. Të përulemi me zemër para Allahut, me gjymtyr para Allahut të lartësuar. Pikë pare duhet ta ndjejmë që ne kemi nevojë për Allah. Allahu s'ka nevojë për asgjë. Ne kemi nevojë për Allahun në çdo moment, në çdo frymëmarrje, në çdo qelisë të jetës. Ne kemi nevojë për Allah. Nuk mund të ketë një moment në jetën e njeriu ku njeriu s'ka nevojë për Allah. Ja hayyu ya qayyum bi rahmetika astaghith. O ti gjalli i përjetshmi, mbajtësi i gjithçkaje, mbikëqyrësi i gjithësisë, el hayyu el qayyum. Me mëshirën tënde kërkoj ndihmë. Aslih li sha'ni kullah, me rregullo gjitha punët dhe mos më lër për veten time asnjë moment. Kjo është një lutje profetike. Kështu ta mësoni këtë lutje, ta kuptoni mirë. Sepse nëse njeriu e bën këtë lutje, se ka një siklet, shpresohet që Allahu ta shpëtoj nga sikleti. Nëse ka një mundim, ta shiroj Allahu. Nëse ka një stres, ta ndihmoj Allahu, ta shpëtoj Allahu subhanahu wa taala. E dyta, të kujtojmë faktin që Allahu na jep mirësi. Ne kemi të meta, ne kemi mangësi, ne bëjmë gjuna. Kjo do na shtyjë që ne të përulemi para Zotit. Se njeriu e marr veten sikur çfarë është. E marr veten më lart se të tjerët. Dhe nuk e ndjen siç duhet atë nevojën që ka për Allah, që të përulet për Allah, që të adhurojë Allahun, ta fal namazin, të kryej veprat me përulje para Allahut subhanahu wa taala. Po kujtojmë faktin që Allahu është vagësi më i madh. Ai çdo moment na jep mirësi, na mban jetë. Dhe ne bëjmë mëkate, ne kemi mangësi, ne bëjmë gjunahe. Kjo do të na shtyjë që të përulemi para Allahut subhanahu wa taala. E treta, të shohim mangësitë e nefsit, të metat që kemi në nefs. Edhe kur bëjmë ibadet, ne kemi mangësi. Kur falim namaz, agjërojmë Ramazanin, bëjmë dhikrin, këndojmë Kur'an, ne kemi mangësi, ne kemi të meta. Ne këshillohet pas ibadetit me bëj istighfar pas namazeve, me bëj istighfar 3 herë, me bëj istighfar edhe namazut me fal, me vëmendje, me kushtim, me përulje ndaj Allahut të lartësuar, sepse këta i ka lavdruar Allahu i lartësuar në Kur'an. Dhe këtë e ka përmendur si një nga cilësitë e atyre që do të arrijnë xhenetin el Firdaus, xhenetin më të mirë. Faktori i 8 është vetimi në 1/3 e fundit të natës. Të riqen vetmi dhe bën ibadet për Allahun subhanahu wa taala, fal namaz, këndon Kur'an, bën dhikr dhe mbyll me istighfar. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se Allahu i lartësuar në 1/3 e fundit të natës zbret në qiellin e kësaj bote dhe thot: kush më lutet, ja pranoj lutjen. Kush më kërkon diçka, t'i jap atë që kërkon. Kush më kërkon falje, që ta fal. Dhe vazhdon kështu derisa del agimi. Allahu i lartësuar i ka lavdruar në Kur'an njerëzit e mirë, të cilët falin namaz edhe pastaj kërkojnë falje Allahut të lartësuar wal mustaghfirina bil ashar.
Dhe faktori i 8. Faktori i 8 është shoqërimi me njerëzit e mirë të dashurit e Allahut. Uja me ta, ndeja me ta. Dhe përpjekja që të përfitojmë nga fritet e fjalëve të tyre. Dashuria për hir të Zotit dhe ndeja për hir të Allahut të lartësuar është një nga cilësitë më të mira. Është një nga veprat të cilat na afrojnë tek Allahu dhe na çojnë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka një hadith në cilin ka përmendur 7 kategori të njerëzve, të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar. Dhe për tyre janë 2 njerëz që e duan njëri tjetrin për hir të Zotit dhe vazhdojnë të tillë derisa i ndam vdekja apo udhëtimi e kështu me radhë. Shumë një student, ulën i qëndronin me njëri tjetrin për hir të Zotit, vazhdonin kështu derisa të mbaronin studimet, apo vendin ku janë punësuar e kështu me radhë. Në hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se Allahu i lartësuar do të thirrasë në ditën e gjykimit. Aina al-mutahabbin fi jalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Ku janë ata cilët e duan njëri tjetrin për mua, thot Allahu në ditën e gjykimit. E kanë dashur njëri tjetrin për madhështinë time. Sot unë do t'i çoj në hijen e arshit tim. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe sillet një hadith nga Abu Idris al-Khawlani, me qenë tabi'in, thot hyra në xhaminë e Damaskut. Aty do të pash një djalë të ri, që shkëlqenin dhëmbët. Ishte i pashëm. Njerëzit shkonin dhe e pyesin për çështjet e fesë. Po të kishin ndonjë mosmarrveshje, do shkonin, do ta pyesin, edhe ai do jepte shpjegim. Dhe kur ngjonin përgjigjen e tij, nuk e diskutonin. E pranonin. Pyeta kush është ky? Do thanë ky është Muadh ibn Jabal. Po në këtë ditë nuk e kishte mundur të takonin, se kisha shumë njerëz. Dhe thanë nesër do shkoj herët në xhami, do takohem me ta, edhe do flas me ta. Ditën e nesërme shkon herët në xhami. Mirë po e gjenë Muadhin në xhami, kishte shku më përpara, po falte namaz. E prita tha derisa marrë namazin. Pasi marrë namazin, shkova, i dhash selam dhe i thash inni uhibbuka fillah. I thash unë të dua për hir të Allahut. Muadhi radhiyallahu anhu më tha, Allah, a betohesh për Allahun që më do për hir të Allahut? I thash, betohem për Allah, du për hir të Allahut. Më përsëriti këtë tha 3 herë. Dhe pastaj kapi për rrobash, më troqi drejt vetes edhe më tha ebshir. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. Merre lajmin e gëzueshëm, gëzohu se kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, Allahu i lartësuar ka thënë, sigurisht që do të arrijnë dashurinë time ata që e duan njëri tjetrin për mua, që ulen, rrinë me njëri tjetrin për mezhlise për mua, që vizitojnë njëri tjetrin për mua, për hir Zotit subhanahu wa taala, dhe që ndihmojnë njëri tjetrin, e përkrahin njëri tjetrin, i gjenden njëri tjetrin, po për mua, pa që të bëhemi vëllezër, ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut të lartësuar, dhe të përpiqemi të përfitojmë nga fjalët e mira, për shembull mezhliset e dijes. Përfitojmë nga fjalët e mira, po edhe kur ulemi me njëri tjetrin, përpiqemi të vjelim frytet e bisedës që zhvillojmë me njëri tjetrin. Fjalët e mira që kanë ndikim tek ne, përpiqemi të përfitojmë. Dhe gjithashtu të themi fjalë të mira ose të heshtim. Kur jemi me njëri tjetrin, jemi për mezhlise, flasim mirë, saktë ose të heshtim. Kjo është një nga cilësitë e besimtarëve të mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kush beson në Allahun dhe ditën e fundit, thot fjalë të mira ose të heshtë. Dhe faktori i fundit. Faktori i fundit është njanimi i gjithçkaje që e largon zemrën nga Allahu, që e prish zemrën. Duhet që të ruhemi nga dyshimet, nga idetë e këqija. Duhet të ruhemi nga dyshimet dhe nga idetë e këqija, sepse nga dyshimet e smurin zemrën. Gjithashtu, du të shtojmë dijen e fesë dhe të ruhemi nga dyshimet, nga idetë e këqija, të cilat e smurin zemrën. Dhe duke shtuar dijen e Kuranit dhe Sunetit, duke lexuar libra të dietarëve që japin përgjigje për dyshimet, për idetë e këqija, kështu me radhë, çfarë ndodh? Pastaj ne fitojmë aftësi, fitojmë kapacitet që të përballemi me idetë e këqija, me dyshimet. Vetë jemi të fortë, as që ka trup të shnetshëm, kuvetshëm.
dhe luftojnë me kundërshtarët, me ushtrinë e tyre, me idetë e tyre. Nëse në qoftë se njeriu është i papërgatitur për të përballur me idetë e tyre, me dyshimet e tyre, as i themi domethënë një luftëtar që shkon në një betejë pa armë, i pastërvitur, i papërgatitur, çfarë ndodh me ta? Bie. Kështu që duhet mjanojmë dyshimet, idetë e këqija të cilat e smurin zemrën, e prishin zemrën. E dobësojnë imanin, ose mundet që njeriu të pusojë dyshime. Gjithashtu, duhet të poshëm dëshirat e këqija, dëshirat për bërë gjuna, e smurin zemrën. Në qoftë se njeriu bie në gjuna, pastaj bëhet i pikës e zënë zemrën e tij. Dhe ndoshta mund të nxjihet zemra, Allahu na çuaj na ruaj, dhe pastaj nuk e pranon këshillën. Pastaj nuk është për atyre që njeh mirë dhe dënon të keqen, sipas haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të pastrojmë zemrën nga ato smundje, nga të këqijat, siç është mendimallësia, vetpëlqimi, urrëtia për besimtarët, smira, paragjykimi, hipokrizia. Duhet që njeriu ta ketë zemrën e pastër, sepse ditën e gjykimit do shpëtojnë ata që kanë zemrën të pastër, siç e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Pra, të mjanojmë çdo shkak që prish zemrën, që largon zemrën nga Allahu i lartësuar. Po këtu hyn edhe gjërat e tepërta. Për shembull, përzierja e tepërt me njerëzit. Themi që mos më përzir me njerëzit, se besimtari më i mirë është ai që përzihet me njerëz dhe duron, dhe përpiqet të ndikojë, të ndryshojë, po jo në haram. Jo në biseda të këqija. Jo një përzierje e tepërt dhe e dëmshme. Ka dy lloje përzierjesh. Përzierje, domethënë pozitive dhe përzierje negative me njerëzit. Ushqimin e tepërt, pijen e tepërt dhe dëmshme, gjumin e tepërt, bisedat e tepërta, uljet dhe ndenjet e tepërta, pra t'i evitojmë edhe gjërat e tepërta. Po cilat janë shenjat që Allahu e do robën? Nëse ne i plotësojmë këto shkaqe, ne arrijmë të bëhemi të dashur të Allahut. Po e përmend shkurtimisht. Spari, pra, nëse njeriu përmbahet fesë, rregullave të fesë, ky është i dashur Allahut, është i Allahut. E dyta, ndjekja e sunetit të profetit. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Thuaj nëse ju doni Allahun, nëse keni dashuri të çiltër për Allah, atëherë më ndiqni mua. E treta, bëjmë farzet dhe të përpiqemi të bëjmë vepra nafile, dhe e katërta, t'i duam vlijat e Allahut. T'i duam njerëzit e mirë. Dhe po e mbyll me një hadith të transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allahi idha ahabba 'abdan nada Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbu. Kur Allahu e do një rob, i thret me melekut më të mirë Jibrilit alayhis salam. I thot: unë e dua filanin, prandaj duaj atë. Dhe Jibrili do të thotë këtë njeri. Dhe do të thras banorëve të qiellit, me lajkeve: Inna Allahi yuhibbu fulanan fa ahibbu. Allahu e do filanin, prandaj duajeni atë. Do ta duan banorët e qiellit me lajket. Dhe për këtë njeri do vendoset pranimin tokë. Njerëzit e mirë do ta duan, do ja pranojnë fjalën. Pra, në qoftë se ne dëshirojmë të kemi sukses me njerëzit tokë, kjo është sekret mes robit dhe mes Allahut subhanahu wa taala. Duhet të fitojmë dashurinë e Allahut, pastaj fitojmë dashurinë me lajkeve, dhe pastaj dhe njerëzit e mirë tokë do na duan dhe do na pranojnë fjalën. Ne lutem Allahun subhanahu wa taala që sikur na bashkojnë në këtë mezhlis, të na bashkojnë në xhenetin e Firdaus. Lutem Allahun që na bëjë gjithë për atyre që tregojnë dashuri për ta, që u përvishin veprave me të cilat bëhen vlijat e Allahut, bëhen të dashur të Allahut të lartësuar. Sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadece Allah'a şükür, instant fucking namaz. Verci, şu an verci, Sinayin. Var.